Belgu Shell Koman është fituesi e etapës së parë të turneut të 83 ciklistik të Shqipërisë. Ai arriti të fitojë garën e cila nisi nga Tirana dhe përfundoi në qytetin e Lezhës, ku ciklistët përshkruan 177 kilometra rrugë, ndërsa vendin e dytë e zuri Timotej Bavers dhe të tretin Alin Tuader. Ceremonia e ndarjes së çmimeve u zhvillua në qytetin e Lezhës në prani të kryetarit të Bashkisë Lezhë Pierin Ndreu, i cili e vlerësoi këtë aktivitet ndërkombëtar si mjaft të rëndësishëm për Shqipërinë. Kjo është një hap shumë cilësor për turizmin Lezhë, për promovimin e gjithë vlerave që ka Lezhë, sepse pjesëmarrja e gjithë këtyre djemve që vinë këtu në këtë tur ciklistik është jo vetëm një stërmundim në garë, por është edhe një pjesë e promocionit që ato japin këtij qyteti për cilin ka shumë nevojë dhe besoj se të dyja bashkë bëjnë shumë për qytetin. Unë nuk do them gjë tjetër, veçsa do uroj fituesit për garën jashtëzakonshme që kanë bërë dhe që do mbaj mend se janë konkretizuar fitues në Lezhë. Fituesi i garës Shell Koman u shpreh emocionuar por edhe i lumtur që arriti të triumfojë. Ishte një ditë e mirë dhe jam i lumtur që mora fitoren dhe kryesimin e klasifikimit të përgjithshëm. Kishte shumë erë përballë dhe kisha frikë se do na kapte grupi, por u shkëputa tek ura finale dhe e mbylla garën i vetëm. Është një vend shumë i bukur, më pëlqen shumë. Tani do përpiqem të mbaj kryesimin, por etapa 4 do jetë më e vështirë. Turneu i 83 ciklistik me pjesëmarrje në 20 skuadrave elitare nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe Europës do të vijojë deri më datë 22 maj në zona të ndryshme të Shqipërisë.